Jeflet Tirana. Letër e hapur e Komitetit Qendror të Partisë Punës të Shqipërisë. Gjithë komunistëve, gjithë punojësve të vendit tonë, gjithë ushtarëve dhe oficerëve. Të dashur shok e shoqe. Popullinë, punëtorët, fshatarët, ushtarët dhe inteligjenca në rrethin e Partisë Demokratishme. Si qytetar, si mjek veteriner, si komunist, ku është vendi im në këto momente që bën thirrje partia? Edhe përgjigjen shok, edhe një herë gjeta në fjalën e partisë, në letrën e saj të hapur. Jam shumë i lumtur që të shkoj e të punoj atje ku ka nevoja të dheu. Të shkoj e të punoj e të jetoj për gjithmonë fshat, sepse kështu lumturia ime A ke qenë ndonjëherë në atë fshat? A se kisha dëgjuar? Vërtet? Po. Dhe vendose? Sigurisht. Po për sa kohë? Për gjithmonë. Për gjithmonë? Barda, ti do t'ishe mua? Po si të them, kjo më erdhi krejt e papritur. Si quhet fshati the? Marinaj, mire ke menduar. Fshati ka nevojë, sidomos ka anë. Doktor? Kafshësh. Keni bërë shumë mirë që keni ardhur, doktor. Se për veteriner kemi shumë nevojë. Le që për çfarë nuk kemi nevojë ne. Paradizi Marikajt. Një shtëpi kulture atje do t'ishte një mrekulli. Stallat e dhive. Edhe të lobëve. Male kemi boll, por bakti kemi shumë pak. As 600 gjithë kooperativë. Sa 600? Po 600. Po të mos na i shfaroz dimri. Dhe sa kilogram qumë shtua marrin prej tyre? Të rrjedh 10 deri në 40 kilogram. Po lop sa keni? Sa 2 herë gishtërit e duarve. Se kaq pak. Ku t'i shtojnë të mallkuarat? Anë shkama? E pse jo? Edhe në shkam. Me tokën e Bukës si jeni? Edhe me tokën e Bukës nuk jemi edhe aq mirë, more mik. A shikjon? Shkam. Edhe Bukën nga shkami do ta nxjerrim morgjejt. Ti mos harro se sot nuk jemi si deri dje secilin hesap të vet. Bashkum trojet, bagtit, veglat e punës. E kështu të bashkum si që jemi edhe maleve do të qepemi. Po moj zor, po të bëhat ashtu si thu ti, ku e merr? Edhe mizër do prodhojmë, edhe më shumë, edhe më me vëllak. Do të bëhet gjithë. E jo masi deri më sot që me zi po marrim 5 kuintal mizër për hektar. Do të marrim edhe më shumë morgjet. Në qoftë se do të qepemi maleve të do t'i kthejmë edhe ato në terrasa. E manej do ta shikosh edhe ti se do ta nxjerrim vet bukën tonë. Apo s'është kështu më i zog? Unë them edhe më shumë, pal. Ti japim te prica shtetit, sigurojmë rezerva edhe për nesër. A shes sa pun kemi, doktor. E ti ke ardhë bashkë në kohë. A u lodhe djeu? Infermiera? Jo, mami, po në lokalitet ne kemi edhe maternitet edhe spital. E po besoj se he për hen shoku kujtim të të ndihmoj, edhe si mjek, edhe si agronom. Bile edhe si punëtor partie. Çfarë punë ju bën gruaja? Është mësuese. Sa mirë. Ne kemi shumë nevojë për mësuese, sidomos tash që kemi ndërtuar shkollën e re 8 vjeçare. Shkollë të vjeçare? E pa atëherë? Sigurisht. Në krahasim me ju ne kemi shumë për të bërë. Pa kolektivizimin e plot vjetshëm ne do ishim akoma në hapat e para. Megjithatë kemi ecur. Ja tek e ke zogën. Ajo është femër e megjithatë ne e kemi zgjatë sekretare të organizatës bazë partisë për gjithë kooperativën. E kun Marikaj, që deri dje sunonin bajraktar, klerik e kapedan. E kjo për anë tona nuk është gjë e vogël, doktor.
Doktor Pal, nëse mrama me këtë mik që ka ardhë në katunin tonë ju pres në shpi. Të rrit nërë orë vatë mara shbrekësi. Do të njesh me një nga burrat më të mirë kësaj malësie. Me gjithë se vaj nuk është shkëputur ende nga vjetra. Kemi punë për të bërë, doktor. Por ti do hysh vetë kull në kull dhe do të shikosh me sytë e tu edhe të mirën edhe të keqen. Por mos u bëj marakse edhe të keqen edhe të mirën ne do t'i kalojmë sigurisht. O, tat, jam zoga e Mrami zoti i shtëpis. Urnoni e mirë se erdhet. Mramja mirë se u gjetëm. Fal, ti qenke? Si je mirë. A ku je, mërë Bravo, je bacalek. Po ky tjetri. Ky është doktori nën. Doktor? Veteriner. Urdhë, doktora, Si, mirë se mirë, mirë. Mirë. Po çka don me thon më i bi? Veteriner? Doktor Kafshësh më nën. Mos u druj o bir. Këtu je tamam si në shpinë tane. Faleminderit. Zene se unë jam nana jote. Urdhë, doktor. As po uleshtu të bacaleka? Po. Ashtu më bukur. Okej. Doktor, mirë se na erdhen këto male tona. Mirë se vi gjeta. Urdhë. Urdhnoni me çana ka vënë zoti. Thuaj më mirë me ato që kemi fituar vetë më nën, se zoti nuk t'jep gjë. Ai është zëmruar me ne, po edhe ne jemi zëmruar me të. Jo cuca jeme, fort mi bjen qaf, plaks për punë feje. Po na jena mësu me zote Krisht më i bi. Jena rritun me ta. Me bekimin e famullitarit, kena ra me fjet e kena fillu punën. Ndryshe ju trit. Na me këte brum jena gatu. Orti mik, hajmi me cucën nga në një herë dhe për do gjana të vogla. Ja, ta zam për tavolinën si që jena ullësat. E qëfar gujtan, se në malësi tanë fshatarët ullën trueze e hanë pjatat veçanta. Po që ka hek kjo cuca, ne mush radaken mu e plakës. Pra, doktor, mirë se në ke, e gjithë për të mirë. Hajde, për të mirë. Zuar. Arti mik, e të paqim sa malet. Nuk në dha zoti mashkull. Në dha vetëm këtë cucin. E me thonë dë vërtetën, plag në zemër e kena pas. Edhe unë, edhe plaka. O gjak pa mashkull. Ran, vdekje për anë tona. E ke pasur bacalek, por cuca jote sot ja kalon edhe mashkullit. E jo vetëm për fjalë, por edhe për pushke qifteli. Po më rëpal, një ty deshta medal. Edhe pushke, edhe qitelin, cucës ja kam falë. Në malet që ushtojnë, largë po presin shoqi shojnë, i kang bashkollet takojmë, e nër hoqës ti urojmë.
shoqja zot! Aj, shoqja zot! Çka ka ndodhur saj? Kara ujku e ka... Prisi tash po zbres poshtë. Çka ka ndodhur? Kara ujku e ka pre 30. Mos bre. Prisi po shkaj kam zokës. Nan, kur të qohet kujtimi ka me çu njerëz me marr. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, po pse ka qeret shoku kujtimi ju akoma s'jeni shlo? Jo, jam shumë mirë. Mirë, atëherë shkojmë. Ditën e mirë, Nan. Po ju s'keni hangër as mëngjesi. Po nuk kemi kohë. Miru pafshim. Mirë është. Sa bakti janë të këtuar? 30. 600 janë të shkreta dhe ato po na i dëmton ujku. Po të paktën ta kishim vrabarit. Po di dhe unë si të them, o shoku doktor, më kishte zënë një gjumë i rand, pastaj vetëm gjithë natën. Po pse vetëm kush ishte rojo tjetër? Bacanua i gjon preles, por ai edhe mëram nuk erdhi. Ah, Bacanu. Po çfarë të bëj sala vetëm o shoku kujtim kur barin të tjera s'qe çajn kokën fare. Ua ka marrë mendin kopeja private. Aleja i brigadieri Leckabashi, ai as si do t'ja di fare. Lec! O Lec! Ha, Marnue, çfarë ke? Hajde, shpejt! Shpejt! Folë, Marnue, çfarë ka ndodhur? Kara ujku ka pre 30. E që unë këtë mes? Roja ishe klyshi kaldeve, dhe i letë përgjigjet. Mirë, po bashkë me te duhet isha dhe unë. Si kja bën? Mos e mërzit, do t'ja hedhim dhe serave. Sa ti jetë brigadier Leckabashi, ty nuk të ndodh asgjë. Mire ke ti, pa hajde dili para zogëse. Ajo pa bën nëmi që s'ta ket tek baktia. E çfarë do t'i bëj unë baktis? Para të kryqja ajo është zeur pa mas. E çfarë nuk tha për në atë dy? Nuk la gjeba thën. Sidomos foli edhe për baktin tënde foli. S'ka s'të thot. Po të me ejti kopen, më mirë të më vari me gjitha robët e shtëpis në tek të thanës. Hoj, të them të drejtën Morenue, malli kooperativës as më ngro dhe as më fto. Po nejse, hajde shkojmë. Atë pa njëri. Jo. Pafje! Ku ishe gjerë tashti o Leckabashi? Të gjithu shqetësuan për këtë dëm. Kurse ti? Ku isha te? Nuk ull isha. U mora ca me punë të shpis. Edhe me bakcin, apo jo? E pse ta fshe? Nga kooperativa pak fitojmë. Por ama punës i kam dejë në kokë. Apo jo arë biri kaltanit. Si jo e Leckabashi, duket. O jo po teshe. O po të shikoj punën unë pa, se qëtot njerje tjetëri as kim bet vonë fare. O lëndu e gjon prelat, je më plaku këtu. Para të kryqë unë e Leckabashi jemi të pito në punë. Lëre mor kryqin. Lëre mor kryqin e shikoni baktin se po na i çan ujku, atë bëni ju. Por edhe bishat ka një sen e tyre. Pak si shumë kjo hi se po bie në kopejnë e kooperativë, so Leckabashi. Po atje ku ka merë përëndia më shok kryetar. Se ti pak ke, Se sa ka? Mbi 40 e saka. Wow. Këtu pas kemi dhe miqë dhe unë nuk orita fare. Ata shtjepe doktorin e Leckabashi? Për bes një tash e pash. Po si je më shoku doktor? Shoku kujtim është mjek veteriner, ka ardhur nga qyteti. Tash e mrapa baktia do të mbahen në baza shkencore Leckabashi. Baza shkencore. E shikon doktor, për pronën e tyre personale japin kokën. Kurse kur vjen puna për pronën e kooperativës, ende s'po e kuptojnë se edhe kjo është e tyre. Dreqi e mori. Po se mos vetëm me barinti kemi këto të lashe, mërpal. Ka malsor që duken dembel dynjas kur punojnë tokat e kooperativës. Po hajde shikoj kur punojnë trojet e tyre. Fluturojnë më shoku doktor, nuk njihen fare. Puna marë. Marë paçi. A u lodhët mri? Jo. Fata si e. Mrika dhe Fata janë stallire tona, doktor. Mrika është motra palit. Nërsa Fata është shoqja sas. Kujtimi është mjek veteriner, ka ardhur me punua me jetu për gjithmonë tek ne. Mirë se erdhe, halal qoftë. I kena shoqet mira, doktor. Kanë me dal krah. Mirë. Si quhet? Lara. Përsëri dyshoj për tuberkulos. Shëno. Lara, izolimi plot dhe të njëjtat kura si bala. Mbasi të marrosh jam të 10. Mirë. Të haj, dreqi, të haj. S'patë mërsal. Po nuk e shikon more doktor, je. Ngulin kokën në misht e dhis dhe...
Sa kënë se shkullen? Po kështu si jam mbushur këtë mërsal nuk pastron me dorë, jo? Duhet përdor patjetër ekzakleranti. Kemi apo jo? Po dish të them dhe unë, doktor, unë jam i ri nga detyrë. Por mbaj mend se i patën sill lecet një dy thas me pluhur të bardhë, po se çka ka bën me të asnjë. Po kushtet Skabashi? Menuam duket në kullok. Mirë, vazhdo pastro sa të mundesh, unë po shkoj atje. Punë të marrë nduhe. Oh, qenë dhe skulptorë. Sillë. Po me këto markën duhe gjëmprele. E shtë bësh ti, pa punë nuk kalohet di. Zirë s'pas ke punë. Mos harro se baktia do stopan që t'ecim barë. Pse s'ka pra ndërne shkojnë punë në kështune. Qënë ka kryqe? Mos hynë një namare, doktor, se të parët tane donin dhe e nderonin Zotin. Lec Skabashi ku është. As njerë se kam gjetër në vendin e punës. Ja, vajti deri në kull për buk. Po tisa herë që t'kam pyetur kështu më ka thënë, kull për buk. O Lec Skabashi. Ti këtu? Përderisa ti nuk je atje. Baktin e kemi shumë keq. Shkojmë. S'lash vend të kërkuar. Isha deri në shtëpi sa të merrja pak bukën, po më rrëmbeu puna e kopshtit. Në qoftë se ty nuk të dhimbse të baktia kooperativës, mos harro se ti je brigadier dhe se përgjigjesh ti në radh parë për të. Ty, po baktia kooperativës është të gjithë dhe askujt. Baktia kooperativës është jona, edhe ne duhet të interesohemi për të, e jo të merrem me kopshin personal. Po pse jo, more doktor, edhe me të do të merremi, çka të keqe këtu? Pastaj të themi të drejtën, kooperativa jonë është e re dhe mua nuk më jep as lekë të duhanit. Po më Lec Skabashi, po kooperativa jonë është e re, por se le krimbi që të rritet, ai krim që keti këtu brenda. Dënymshi. Malli yt. Ja dhe kështë. Po pse se ke përdorur me komër Lec Skabashi? Ky tani ka marrë lagështirë, ka skadu. Punë e madhe, su për qamë neti more doktor, i shkullim dhe me dorë. Ashtu? Po e ke parë se si jam mbushur dhit? Kështu ka kushe disa kohë. Kooperativës se tuat i kam parë, unë jam për bukuri. Po prandaj marrim kaq pak qumështe. Po të si të bëjmë, doktor? Vat marrash brega si ku është. Në shtëpi duhet jetë. Edhe dëgjoj Lec Skabashi. Të gjithë ilaçin të paguash ti. Po këto nuk i shkull as drejt si doktor, e jo dora njeriut. Prandaj u thritë mërvat. Po ilaçin, duhet përdor doktor ilaçi. Na shprish. Përderisa të vi tjetri si t'ja bëj. Po të provojmë tymin një herë. Tymin? Po. Po e provojmë. Më sillni një bajk shpejt. Sal, sill shpejt një bajk. Ja, kështu duhen pastruar, doktor. Të lumë. Falenderoni vatën, shok, në ndihmoj shumë. Lumë tër vat. Jo mua. Të lumt vat. Jo mua, për doktorin. Ja, ti e banë të gjithë. Kryetar na duan njerëz. Po sikur të bëjmë një aksion. E po shumë mirë, letim ledhim njerëzit pa humbur kohë. Orçal, bjeri çankës kooperativës. Mënë kjo është këtë dhej, por ta shpërblen mullimin, doktor. Ashtu është mërvat, po duhet shtuar edhe lopa, po jo, Qenë kanë të vërteta fjalë që janë hapë se ti më nënte si zhdit, po? Ja, unë nuk thash ashtu, unë them kras, dhis shtojmë dhe lopë. Tu tek ne nuk t'jep dhe nuk e dobi nga asnjë bakti tjetër. Nga lopa, jo. Por ama, ka lopë që jep qumër sa të gjitha këto dhi. Mos e te pra, doktor. Pa këto dhi nuk kemi të gjallë. Kurse lopa është si puna saj grusmur, që ka nevoj vetëm për shërbim.
Dëgjoj dhe një fjalë. Do ta kesh mirë me ne malçort. Mos i fryk ti zjarri. E marvatje. Zanatin duhet ta duash, kurse armikun ta urresh deri në palc. Armiku duhet zbuluar me kohë, për ndryshe ai të futet në familjen tënde, në rrobat e tua, dhe të ngullet mirë në mish. Manej, ta krijon folen mund të runë, ta manë si rishna. Por do të dalluar marvat armiku i vërtet nga ai që mund t'i duket ndonjëri si armik, por që lufton për të mirën e përgjithshme. Sala për shembull e ka atë që thua ti, dashurinë për zanatin. Ati nuk duhet t'i dëgjoj emrin. E di cili është ai. Kundër zakoneve të vendit. Kundër dëshirës prindve, shkoj e mori atë kuçk. Ishte e fejuar 15 vjet me një borë. Taman borë. Polde. Po ata u dashuruan. Leri ato! Meri është merë. Zakoni zakon. Ne me Lulashet kemi pasur armiqësi vjetër për punë neri. Unë kam një vajzë. Dhe po të ma punoj si ata të mallkuar, atëherë unë... O shoku doktor! Bala as nuk pi! Po vi. Lic, ku je? Lic! Cubi, mos të pa baba. Mos ki merak, babajnë të në lash tek stallat. Kam një jetë pa të parë. Sa u tërëmba. Kujtohë se mos ishte shkesi. Dhe t'ka bashi me ate. Natë për natë më qfaqen nëndër. Dhe më duket sikur po më rëmben. Mos pritet liroj babaj, ti e di që familje tona kanë qenë asmëri. Po ta marrin vesh, ne duhet ta bëjmë si Sala me Fatën. Mu rëndua kjo jetë. Le t'ka bashi nuk i ndahet babajt. Dhe sa hiken ai babajt tërbohet. Shumica shoqeve tua kanë dalë në për brigade. Vetëm ti nuk del. Duhet luftosh, Lic, duhet luftosh. Mjaft, mjaft. O, Lic! Baba! Lic, moj! O, Lic! O, Lic! Le të dalë ku të dalë, edhe vdekjen e kam hak. O, tatë, ja të kerdha! Një tash në gjova, o tatë, se isha tu i mledhit. E të shkojmë.
mrapa të mos dalish vetëm. Afro, robi Zotit. Zoti i qoftë me ty, o robi Zotit, për këtë dhurat që i fale kishës sonë. Kjo puna e Nuhes na tregon se kur robi i beson Zotit, edhe i paditur qoftë, bëhet i ditur. Edhe i pabuk qoftë, njihet. Edhe i sëmur qoftë, shërohet. Qorvat e djallit të mposh shpirtin, këtë e shohim dita ditës. Ja, shikoni sa pak kemi mbetur. Një grusht i vogël njerëzish. Mos harroni që nesër për meshën e madhe të mbushet kisha plot me besimtar. Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Gjithmonë e jetë ashtu qoftë, mirë se ju pru Zoti, urnon. Hajde. Bujrum. Që shikon këto kristale farfuri, mërnue. Ti edhe patoj e shumë më i pasur se sa unë. Hajde, ullë. Ajo, këtu. Pse nuk i le atje poshtë në koridor? Urna, ju kam pru edhe mjalt nga i bardhi. Shuk! Meri rregulloi atje poshtë. Po të kishim ne mua dhe zogën, shkova në shtëpi, pa nuk e gjeta. Kiamet. Mërnue. Do presim kiamet edhe më të mëdha, se këshu si ka katandis halku e nuk pyet më as për fe, as për kish, duhet presim edhe kataklizmon e Biblës. Fortunë si kjo të majt men marinaj, vështirë do të ketë nuk e shkret. Me lejen duj, padre. Jo, nuk ju lejoj të shkonin këtë kiamet. Kryqi i Nuhes ju shpëtoi ju besimtarët. Liz, na pregatit darkë. Zotni, kanë vërsuar ujrat nga gjitha anët, kurse ne nga lugu i si, diçka në reqën. Kanë dalë vampirës, zotni. Kryqja e Krishtit. Pas ka kalu me sinatës. Pasa muhe! O pasa muhe!
A nuk ishe tirojenator nu e Gjën Prela? Para të kryt isha duke kërkuar. Qarë mërë duke kërkuar? A nuk ishe qarë dam jashtë baktu? Kur do Perëndia të mbytë edhe brenda jenate. Po shiqyri që nuk zgjati thuaj se të ki zgjatur, na e kishte bërë të gjithë. Prandaj shpojtë mbrëm nga vendi i Leckabashi dhe le baktin në shirën e fatit? Nga frika Perëndis? Jo, besa, 5 herë mata doktor, të dele nga kulla nuk delja dot. Kiameti ma, para të zot. As që më shkonte mendja se do të njate kjo ata e madhe. Po ti qenë nga njeri pa cip, mër. Maskara. S'ke fajti gjanëm, jo? Ti jo vetëm dua shkarkuar Leckabashi, por ka asamble për këto punë. Ha more shok, flisni. Se na dash ka dhe asamble Leckabashi, pa let tjerat. E ku ka asamble më të mirë se sa kjo? Shokët që e njohin mirë Leckabashin, le të flasin vetë për punën e tij. Ti si thua, mër doktor? Po qartë the, mër shoku pal? Kam kaq kohë që punoj me ju, mër shok. Para asnjëherë Leckabashi nuk e kam gjetën në kryet e tyrës. Gjithmonë në baktin e tij, në kopshin e tij, në përgostira, në mulli. Ndërsa nduaj Gjën Prelën, gjithmonë e kam gjetur duke bërë kryshe. A thua se me këto kryqe të ta ushqej baktin e kooperativës sa i. Ndërsa mbram kur ne të gjithë lam vatrat tona dhe në mes shiut, në mes zjarrit, u sulëm shpëtojnë pronat e kooperativës, ato as nuk luajtin nga vendi, po duket se udhimçet prona kooperativës atyre. Prandaj unë jam i mendimit që jo vetëm shkarkohen nga detyra, por dhe të dënohen për dëmet që i shodhën kooperativës. Leckabashi jo vetëm që nuk bën për brigadier, por edhe si njeri nuk është i mirë, sepse bën zanadin e shkesit duke bërë tramcucat e bocë. E ne këtu kemi shoqe e shok shumë të mirë që udhimset prona e kooperativës. Unë propozoj shok që në vend të Leckabashit si brigadier të zgjedhim Sal Kalltanit. Dhe ne Salin e njohim që gjithë apo jo shok? Kjo nuk durohet. Të vjen në kryat të paftyrë. Turp. Turp? Sale me fate nuk kanë bërë në një turp. E sa për Leckabashin, mbas gjithë kësaj që nodhi si thua vat, a mund qëndroj ma si brigadier? Nuk thash ashtu. Se që ben Leckabashi si shkes është punë për te. Se që ben e tjetëri me vajzën e vetë nuk na duhet ne. Qdo vajzë ka babër dhe nënën. E fejojnë, e martojnë, e rajnë apo për kdhelin, eshtë punë atyre. E, Horvat, kur të dëgjoj që flet kështu më vjen të futëm 100 pashnë në dhe. Ore pal, shikojnë i mirë këtë punë, se mos e shfut në lëkurë e Fatmarash Bregasit, që a i malku mi Leckabashi. I ke rënë nishani të rbaca lek. E ma mërmendja se këto nuk janë mendimet e tua, por të tjetër kujt. Fatmarash Bregasi që ka strehuar në të paret partizan, e i ka njekur gjithka diversantet, nuk besoj të mënoj kështu. Apo se shkështu Horvat? A mos ka dorë Leckabashi edhe në këte, që vata nuk e len vajzë me dalë në punë? Përdrisht ju prish dynjaja. Ajs, burgash, ajs. E po besoj shok se çdo gjë u bë e qartë. Që të mos u mbasin kohën, le të vazhdojmë punën. Do me thënë e solle vetë, Lice, ke bërë shumë mirë. Po ti çfarë ke kështu? Unë po iki se tash po mbërtet baba. Jo, tash ti nuk do ikësh, do të punojmë bashkë, kurse me babën do të bisedoj unë. Mirë? Puna e marrë o Fatmarash Bregasi. A nuk pret mi që vata? Unë i mranë se një tash po vi. Ku ishe, Mojezes? Unë qova të suka të nxirje lopën, kurse ti... Lëratë! Po t'jetë gabim që m'dimoj mua të ktheja baktit e ikura, fajtore jam unëve, jo ajo. Po nuk ka faj morvat, e mora unë që të m'dimonte. A nuk e pe gjithaj kiamet që u bam ram? E pash. A di si tha doktori për ty vat kur t'pa që po punoj me gjithë shpirt. Ja një njeri që i rreh zemra për baktin.
Si kur të kishim nja 5 vetë si Vat Marash Bregasi, atëherë kooperativa jonë do t'ja kalonte dhe fermës Thumanës. E amen dhe pi diçka. Nuk kam ko, po edhe diçka. Ra fjala për Licën. Dhe ne të gjithë menduam që ajo të punoj si stalliere. Pa, kjo është e pamundur. E pra mua si vajzë më skuqen faqet kur një gjë që Vat Marash Bregasi, të mos pranoj për bijen e tij që e kemi nërcucat më të mirat malsis. Vajzën e kam të fejuar, e po pregatis për martes. Ty të çmojnë të gjithë për baktin. A nuk do doje që edhe Lica trashëgon të zanatin tam? Unë e di që ti e burr me mend, e nuk mendon si ndonjë tjetër pra panik. Amanet Licën Vat, nesër e pres tek stallat. Dhe Lica u bë stalliere. Në fillim e kishte shumë vështirë. Pastaj mendimin e Mërikës dhe Fatës e mori veten. Ti sigurisht e dashur bardh nuk e njeh as Mërikën as Fatën. Janë stalliere tona. Fata ka qenë e fejuar qysh ndjet me një burr pothuajse plak. Mirë po në bankat e shkollës u njoh me Salën, me bariun ton. Edhe atë natë kur do të bëj dasma, Sala e rrëmbeu Fatën. Ne tani po ndërtojmë një shtëpi të re dhe të bukur. Edhe Mërikën e patrëmbyer i shoqi. Mirë po atëherë u dolën shumë të lashe nga kisha dhe drejtësia, sepse i shoqi Mërikës e pat ndar gruan e parë për çështje nderi. Kisha katolike nuk lejonte që kur ora bekuar një herë të prishej, qoftë bashkëshortja dhe gruaja më përdalur. Por i shoqi Mërikës drejtësinë e vendosi vetë. U martua me Mërikën dhe mbajti 2 vjet pa kuror. Mirë po me lindjen e Markut, puna ngatrua keq, sepse Marku patjetër duhej pagzuar. Por Domgjoni jo vetëm nuk e pagzoi Markun, por e mallkoi familjen e tyre në jetëve. Brez pas brezi e nips të nipi. Nga kjo gjë e bardha, i shoqi Mërikës u bë verem e vdiq para kohe. Por mallkimi e ndoqi edhe pas vdekjes. Mërikën nuk e lejuan të varroste të shoqin varrezët e fshatit, por e varrozën si qen jashtë tyre. Por Mërika nuk u përkul. Ajo kur nuk shkoi në kishë të Domgjoni, që t'i lutej atij të falte atë, ose të birin e saj Markun. Dritor Mark! Mos u matni me hijen e mëngjezit. Malësia Marikaj nuk është fusha me zëqes. Ju keni patje, automobila, traktora, kumbajna, si po i thoni. Neve ju besojmë, po hajde si dhe këtu. Po këtu me zërë në vizë gomari, jo traktori dhe kumbajna. Kurse doktori, gjithmonë një ata fjalë në thotë. Zëvënsojmë lopën e vendit me atë të racës. Se do kemi shumë qumsht, shumë pleh për token, e cila do na jap aq shumë prodhime sa nuk do të kemi ku t'i fusim. Kjo burra është si puna saj prallës me ve, ku njeri i tha këto do t'ja vën kloshkës që t'mi qelin zëq. Zëq do t'bën pula, pula do t'i shes, do t'bën një dele, delja do t'mi japin qingjin dhe do t'bëhem me kope. Buri që leshe njeri në sy dhe filloj të kënoj, kur pluq, i ran vetë për tokë. Dhe meti, njashtu si do të mesim edhe neve po të nëgjojmë doktorin. Po t'ishte doktori si a i miku i prallës shate? Noshta. Por doktori foli drejtor vatën e do të dëgjojmë, e jo vetëm atë. Por dhe shokët që i dërguam në mëzëqe për cjell prej ane eksperiencën e atjeshme. Ashtu si shtë kemi dëgjuar dhe ty kur ke folur drejt. Po na falor Mark. Na falë se ta prej me fjallën. Malsin e rrethit tjetër shok, ne pam edhe një mrekulli të tillë. Të gjitha malet, shkrepat edhe shkëmbit ata i kishin kthyer në toka pjellore. Edhe ne këto i pa me syt tona. Atje shok, ishte krijuar dhe një fermere, me lope viça të racës. Megjithëse ishte ftosin tona, por ishin mësuar me klimin atjeshme dhe jepnin qumësht. Njera sa të gjithë lopët tona vlezër. Mos u habit, arvat. Pa edhe ne mund të marrim 2500 litra qumësht për lopë vlezër. Po, mirë po, kur i them vatës që t'i ndrojmë lopët tona me lopë të racës, a i gati sa s'pjellon me shkopin e ti mua. Pa keni qenë do njerë malsin e pisës. Më lartë se bogu është, më shkëm se bogu është. Mirë po, fshatarët tana t'i pan të raca. Fshatarët veti kishin ndërtuar. Atere, pse mos i njitemi dhe në pogut? Le tapim të raca. Dhe do të qojmë pastaj sa mirë mund të rritet atje mistri, patatja. Atje as dushku nuk rritet.
E jo mamistri e patatja. E po kalove brez në pyjeve, vendit duke sigur është mjell me gure shkrep. Më rënuhe, ti isha 20 vjeç më i ri, do t'i kisha njët këtë bjesht. Do t'i ngjisim ne, o Bacaleke, edhe për ty. E kur këto të raca do t'i muloj gjelbrimi, do t'knaqesh edhe ti tu i pa. Kete drejt, moj fat. Ne do të provojmë të mjellim edhe në ato toka ku nuja shikon vetëm gure shkrepa. E ma mërmendje se nuk do të gabohemi. Atëherë do t'i tregojmë jo vetëm lec kabashit, po kuj dë qoftë, se edhe ne jemi në gjendje t'i kthej malet në toka pjellore, ashtu si edhe fushat. Si të quajnë? Bardha. Bardha? Shumë mirë. Po ju mësuese jeni? Mësuse në fshatin tuaj. Si ju quajnë? Edhe mua Bardha. Vazhdojnë punën fëmi? Miru pafshin. Miru pafshin. A thu do t'a bëjmë Marika në qytet? Po pse të mos t'a bëjmë Bacalek, ha? E ku ka vend më të bukur se sa Luk Bardha? Edhe pra. Atje do të shkoj rrugë automobilistike, do të ndërtojmë hidrocentrale. E ty të lumt goja, mare doktor. Po ku me marrë me na bodhe ne qytet? Po me baktin, mare, me baktin si do t'ja bëjmë. Shqetësimi mrikës ashtë me vend, shok. Pranojnë si organizat partije, mendojmë që tek pronat e famullis, atje ran Skodrës ku nuk rehera, të ndërtojmë stallat e reja. Po në afron dimri e mund të ngrin baktia. Pasha Krishtin do të ngrim nënve në bakti. Luk Bardha nuk është pronë e fshatit. S'mund të vëmdorë palen e kishës. Edhe bajraktarin kur ja morëm tokat, nuk e pyet e mor lec kabashi. Edhe kur e vramër bajraktarin nuk i mor me lirë. Bardha! Si kështu? Kur erdhet? Si erdhet deri këtu? Ja erdha si që më she. Se ti nuk më prisje? Shtrua, Bardha. Unë t'kam pritur ty gjatë gjithë se kohë. Po ndoshta kjo vjen nga që takimin tonë unë e kishe menduar krejt ndryshe. E si? Po ja, të paktën jo kështu. Ti sa po erdhet drejtën në shkollë. Kurse ti deshe që unë vija drejtet e këti. Po, të thënë të drejtën po. Po mirë dhe unë ashtu bërë. Vërtet? Ishin mbledhje? Isha. Po pse s'm fole? Nuk desha të të qetësoja. A je i lumtur Po shtrua, moj. Je i lumtur, thot. Do më gjoni, duen t'i ven kazmë në vendit shenjt. I mora vesh të gjitha. Janë të mallkuar për jetëve të gjitha ata që duan të prekin vendin e amshuar. Mos shkoni. Mos çoni ropët e shtëpisë. Mos jepni vegla. Kush ka sy, le të shikoj. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Veproni dhe heshni. Askush mos ta kuptoj se keni të bëni me mua. Të gjitha si kur i bëni vetë. Po kësaj si i thonë më shoku pal. Mirë tjertë, po ata që lanë fjale mbledhje, pse s'po vinë? Si thu fat. Të tërhiqemi apo ta çojmë deri në fund atë që vendosëm mbledhje. Ta çojmë deri në fund pal. Ata them edhe unë. Si thoni ju shok? Ta nisim ne të partë. E ma mërmendja se nuk do të ngurrojnë edhe ato të tjerë. Atëherë le të fillojmë shoku pal nga nivelimi i tokës për hapjen e themeleve.
punojnë e kur gja nuk po i gjenë. Atëherë, qka presim ma? Hajde mërë të shkojmë të ndihmojmë. Shkojmë. Qëllim, duhet t'i japim përgjigje. A ka përgjigje ma të bukur se kjo, Pal? O burroni se dhe vetë të gjoni për në bekon! Jepi një shok! Forca! Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Mark! Zoti qoftë me ju, o bitë mi, dhe ju shpëtoft nga mallkimi. Ju lutem shumë mos u përzinin punë të kooperativës. Vjen keq, moj bi, por unë duke kryer detyrën time po i ndihmoj edhe kooperativës. Nuk kemi nevojë për ndihmën tuaj. Se çfarë do të bëjmë ne, ajo është puna jon. Edhe ju. Shumë keq. Shumë keq më nën që u ngatruat me domgjonin. Ai ju ka mashtruar. Ja. Vetë nënat kanë kërkuar shlirimin e bive tyre nga mallkimi i Zotit. Nënat? Po. Cilat nënat, domgjoni? Mos valla dhe nëna ime? Nën! Nën! Qa ke nën? Asgjë, bir. A ke frikë nga domgjonja? Frikë? Vetëm frikë nuk kam sot. Atëhere, hajde pra. Po si? A ke kërkuar ti çlirimin tim për mallkimit të Zotit nga domgjoni? Jo, bir, kur? A një gjove domgjoni? Nëna ime nuk e pas ka kërkuar kur çlirimin tim për mallkimit të Zotit. Zoti është zemërgjër, biri im, dhe nuk i vëre shpërthimet e rinis. Domgjoni! Ma vrave pa bandë dhe ma varrose si qenë. Na zbjordhe dhe në armiqsove me gjithë malësin, domgjoni! Ti je i tromditur, biri im, dhe nuk di se çfarë flet. Jo unë, po vetë Zoti e pa dënuar Zef Noqin. Lene, bir! Domgjoni mos në i hap plak të vjetra. Mark! Leni pravat me përëmim, domgjoni. Ti e vrave Zef Noqin. Por këte javshe e bukur malësish. Shparu kënej! Pal! Përsëri, domgjoni, qkaj me familjen tonë, si nuk ju nda njëherë. Jo, mëri, këtë lutem shumë, ti s'duhet besosh mallkimin e domgjonit. Po
As ka qenë gjithmonë i smur. Po. As ka pas kriza, Po, dhimbje. po. E pa atëherë. Shpëto ma vëllan, doktor. Duhet shpëtuar pa tjetër, ndryshe nuk humbasim vetëm njerin, por dhe besimin tek malsort. Pas asaj që ndodhi me Domgjonin, shërimi i palës gjatës do të jetë një gru shumë i rëndë për fanatikët. Si bëhet halli? Duhet dërguar pa tjetër në spital, është një rast tepër urgjent. Ne rruga automobilistike nuk kemi. Ta dërgojmë në këtë kohë, me kal, dhe në atë gjendje që është i smuri, më duket tepër vështirë. Me helikopter. Vetëm me helikopter. Agron, lidhë me Tiranën. Graniti, këtu Bogu. Graniti, këtu Bogu, si më dëgjon, marrje. Graniti, këtu Bogu. Graniti, këtu Bogu, si më dëgjon, marrje. Të dëgjoj mirë, Graniti, marrje. Këtu Bogu. Marrje. Më dëgjon Granit. Rast urgjent. Është shumë i smur. Kryetari operativ. Ku ta presim helikopterin? Si? Di unë? Mirë. Në orën 15 nisin 3 zjarret të mëdhenj Lukbardhaj. A shikon sa qumshi trashësh, ha? Doktor, atë kujtohet sa merrnim nga bala dhe lara përpara. Një tas qumësh merrnim. E pra, sot marrim 10 litra qumësht. Po, por duhet përpiqemi që të marrim 1500 litra. 2000 litra qumësh për lopë. Doktor! Doktor! E ty të paqa, o doktor. Ha, moj lica, moj lica. Telegram! Telegram, ma shpëtove, vëllan, ta paqa bërç për tani jetën. Operacioni mbaroi me sukses. Pali shumë mirë, Marku! Lumja unë. Kur i thash nues se palin vërtet e mallkoi Domgjoni, por e shëroi doktori ama nuk i erdhi mirë hiç. E pa e çpa më në fundu kandis. Dhe e di si tha? Mirë o Sal, me që po flasin kaq mirë për të, bjere hi e të shëroj dhe lopën teme. O batanue,
Si e Nalina? O, doktori. Sa mirë, doktor, sa mirë ba që erdhët. Si po jeni? Si e kaloni? A jeni mirë? Shumë mirë. A jeni, Nalina? A jeni mirë? Mirë. Po... O, plak! Edhe këto biri përëndisni dha? E që bërë, doktor? E këndoj dom Gjoni disa herë me radhë. Pastaj ja dërgova dhe hoxhës në fshatin fqin. Të dy më premtuan se brenda një muaj lopa dëshiroj. Hoxha mi dha këto. Ma ka kaluar një muaj dhe... Mbaj. Më thuaj të drejtën, sa ko ka kjo lopë që sa? E ku ta di unë? Kjo plasja jeme, mëra më tha se lopa ka një muaj që s'ka dhënë gjë në gojë. Sal, shpjere lopën të poshtë. Mërë pasanduhe. Lopa duhet këtë ngranda i ngosht. Edhe ajo, tani me siguri po i shkon drejt zemrës. Mos, bre burë. Pa tash si i bëhet hallit. Ashe, more plak, kur thash ta thrasim doktorin, nuk deshe. Se mos thash përëndi doktori, the. U shasi! Po na me gosh, more doktor, lopa nuk e kena ushqyte. Thuj ma mirë erë dita me ngorë dhe me vërë kjo punë. Gosh, tu! Mërë pasanduhe, që ka ngra ngosht për këtë jam shumë i sigurtun. Edhe që ajo po i shkon drejt zemrës, për këtë s'kam pik dyshimi, thereni. Thereni që të mos i shkoj dëm gjithë këmish. Si të tha goja këtë fjalë, mëre doktor. Për në lopën e kena si rop të shpis, mëre burë. E si ka me mujt me e thejnë. Vete porosita nuën që ta therte lopën. I bindun se do të shtonte i doktori Bisha. Qirpër në zemër. Po ti si ke punt? Kejti dom. Mua nuk ma varin fare. U ka të ndisa sa të punojnë në urdhët e asaj ruspije së kaldajve. Mirë po le s'ka bashi më mirë ngorë se sa të vijet në urdhët e incuce. Të lumt. Ne jemi martirë të kishës shenjtë. Dhe si martirë duhet sakrifikohemi. Te këti kisha jonë ka uzdaj të madhe. More... Ka ko që nuk e kam para të vatë Marash Bregasin. Si ka punt? Ka gjetur Belanë me atë zuskën e ti i licën. Ajo kërkon të ma punoj edhe mua si shkes. Po ka për të parë zuska po se shtyva të atin që ta presi berë. Ajo, nuk është puna tek lica as tek dranja jote. Ato gatuen si dush, si brumi. Janë tjera ata që po në ngatrohen në përkëm si gjarpri e nuk po në lënë të marim frim rehat. Janë zoga me shoke sidomos ai doktori Bishave që është bërë bish e po në e kolofit gjakun Kristian.
Gjakun kristian dhe burrin malsore, zotni. Ndaj s'ka më shirë kristiane. Që duhet të bëjmë, zotni? Duhet të bëjmë që të dështojnë kooperativ. Sa më shumë baktie ngordhëm, sa më shumë fare hedhun kot, sa më pak korje të marrin, aq më tepër fitojmë ne. Le të hapin terracan bokë. Kjo është shmënduria më e madhe. Do të shohin se çfarë do të korrin, sëmundje dhe vdekje. Gjithë partia dhe vendi duhet të ngrihen në këmbë, të djegin me zjarë zakonet prapanike, e t'i kputin kokën cilit do që merr në përkëmbë ligjin e shenjtë të partisë për mbrojtjen e të drejtave të grave e të vajzave. Cili do pa frikë dhe me shkronja të mëdha, të shkruaj çfarë mendon për punën dhe për njerëzit. Ti, Leckabashi, përse vazhdon të shkosh kull më kull për të thejuar cucat e botës? Përse nuk e dërgon cucën tënde asnjëherë në punë të kooperativës dhe as në mbledhjet e rinisë? Trego sa turpe të tilla ke bërë. Asgjë s'ke bërë për kishën tonë të shenjtë. Çfarë të bëj Dëmgjoni? Laku është ngështuar shumë. Në shkohë e kolerës kuqe dhe kolera kuqe duhet të digjet në katranin e zi të ferrit. Ndryshe ajo i moleps të gjithë dhe shem kishën e shenjtë. Që të shpëtojmë duhet të ndizet furia urrëties në gjirin e familjes malsore. Të hidhet prindi mirë kundër bijës hastisur, burri kundër gruas lavire, vllai besimtar kundër vllait të korruptuar, njeriu i Zotit kundër njeriu të satanait. Vetëm kështu mund ta shpëtojmë kishën e shenjtë, kanonin dhe doket e të parëve tanë. Me men në kokë. Ja shtini fitilin se cilit veç e veç. Këtu kam sjell disa peshqeshe për nusën o vat. Këto tjerat për ropë të shtëpisë. I gëzoshi. Vat, Dhëndri më dha këto pare për shpenzimet e dasmës. A, të rrit nere i thuj. Por janë tepërta. Jo, mëre pasha Jo, Hajde, të qoj një herë. Hajde mirë si na keni ja. Hajde gëzuar në vatë para shprega. Nere pipsim të E ke pasi burrat e ke pasi. Bërëm. E ty të rrit nera. Dhëndrit bën fala. Dhe pret fjalën tënde me lanë ditën e martesës. Pse po nguteni? Kena kohë deri në vjesht. Po flasi me vatë marash bregasin, apo me gra? Ti merro me sofrën, e na lën rahat. Cuca ka ardhur në moshë vatë, dhe duhet nxjerr. Të kalojmë demre një herë. Në këto që po ndodhin koha nuk pret. Prandaj dasma duhet të bërë këto ditë. Që plase aty si thes. Krushka madhi ka ardhë për ty e të hangërt, mortja të hangërt. S'kam asnjë punë me Krushka madhin. Çfarë the? Vetëm kufo mund të më çojnë atje, dhe jo nuse. Hajde për hajrën a qoftë. Hajde të lumt goja. Kush është? Hape si jemi ne. Po kush ju? Hape. Hape si jemi ne, Lica me Pjetrin. Hajdeni, hajde, Lic. Ndimon, jam në besën tënde. S'dim nga t'ja maj. Na thuj si të veproj. As kujtimin se paske këtu. E pa i kështë mbledhjen e kryesisë. As zoga s'ishte? Po ju keni bërë shumë mirë. Hajdeni të shkojmë. Po ku? Në lokalitet. Bëni njërë celebrimin, pastaj shojmë e bëjmë. Faleminderit. Si u korrit e kështuar vatë marash pregasi.
Burë mi burët e kësaj malsie. Çfarë do të thotë dot garia? 15 vjet ka që prej Cucu për martesë. A do të pranoje, morvat, që Cuca jote të flerë natën si grua me birin e isha aspitant. Vatë marash brega si ashtë në i gjallë, dhe do di talaj ke turp me gjak. E kur? Pushkëndore ke qka pret? Nuk kam prit, jo. Gjithë natën po i kërkoj. Atëherë ata kanë shkuar lokalitet, që ta bëjnë fakt martesën. Edhe unë rëvat si mik bese që të kam do të nimoj deri në fund. A të shkoj me dalin prit. Hajde vat, ja të këshprita. Nuk ka rrug tjetër se nga të kalojnë. Përmbaj vetën a vatë marash pregasi. Ne nuk jemi ngritur kundër Cucës tane. Ne jemi ngritur kundër atyre që ngrin dorën kundër Zotit, kundër kanunit dhe zakoneve të parëve tanë, kundër doktorit të bishave, kundër zogës me shok. Ata duhen vrarë. Filo me Cucën tande dhe me të birin e ishasmi tandë. Le ta ndigjoj gjithë malësia krismen e pushkës tanë dhe vatë marash bregasi. Këto nuk janë vetëm fjallit e mia, por dhe këshillat e urta të Dom Gjonit. Kështu pas ka qenë puna? Ju nuk e pas këni pas halin te vajza ime, por pas këni dash që unë të kthej armën kundër pushtetit tim. Jo kundër pushtetit, I poshtër, kundër pafeve. I poshtër ti dhe Dom Gjoni, unë do të luftaj deri në fund. Çka jetu i pak kështu vat? Ti nuk mund ta pësh të vat. Turtert! Mos të vis, se pa shabuken të vrava. Hajt, es për para! E më radhe Don Gjonin të vi që ti puthim duart e këmbët si emim Katar. Hape shumë, hape! Hape për Hapuni! Hapuni! Yeah.